Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Bricjapit. Mora letrat me një në duar të fillojmë me të kaluarën, që mund të jetë aktuale, të dashur Bricjapër. Shikoj dhimbje dhe shërim, dhimbje dhe shërim. Të dashur, nën të ajrit dhe medicina, apo rrota e madhe e medicinës që quhet ndryshe, tregon që keni kaluar një periudhë ku jeni ndjerë të lënduar, të papërkrahur emocionalisht. Mund të qenë mendimet që ju kanë lodhur, faj, zhgënjimi, ose ndjenja se të isha më përpara, do bëja kështu. Duhet të kemi parasysh të dashur Bricjapër se çfarë ke mësuar nga kjo periudhë, apo çfarë duhet të marrë, çfarë mësimi nga kjo periudhë. Çdo gjë na mëson në këtë jetë, si dhimbja, si gëzimi. Çfarëdo që keni përjetuar, të dashur, çfarëdo që ka qenë pjesë e juaja, gjithçka ndodh me një qëllim. Pra mos harroni që edhe dhimbja është pjesë e rritjes. Edhe dhimbja, pasiguria, zhgënjimet, sfidat, gjitha këto janë pjesë e dhimbjes. Katërt e ajrit dhe djali i ujit, të dashur, jeni në një pikë ku keni nevojë për pushim dhe qartësi. Është vërtet pak të lodhur nga çfarëdo që ka ndodhur apo është duke ndodhur. Nuk është koha për të marrë vendime të mëdha, të keni kujdes, dal nga dal për çdo gjë, të mos të ngutemi për asnjë një gjë. Për ta kuptuar më shumë veten dhe situatën përreth që gjendemi. Emocionet janë të forta, por ke mundësinë t'i lexosh sinjalet, jo si pengesa të dashur, por si qartësi për mund të tjerë. Të thotë që mos të nxitosh absolutisht për asgjë, mbaje vëmendjen në ato sinjale që të jep trupi, intuita apo dhe situata të dashur. E ardhmja, shikoni këtu, është një fillim i ndërtimit të sigurisë së re, financiare, emocionale apo mendore. Por duhet të mbash mend, siguria nuk vjen duke u mbyllur, por e kundërta. Duke komunikuar qartë, duke bërë kërkesa të qarta vetes dhe situatës, vërtet duke qenë në gjendje për t'i parë, jo në iluzione, se jam duke i mbajtur përpara për të lexuar, jo në iluzione, por në realitet. Qartësi në marrëdhënie, vendosmëri në ato që do, fuqi për të ndërtuar diçka që është vërtet për ty. Çfarë mund të bëni për ta arritur atë më shpejt, të jeni si për shembull të shkruani 3 nevojat që janë themelore për ju tani. Zgjidh të flasësh më hapur për gjërat që je duke ndjerë. Mund të jetë partneri, mund të jesh më e hapur, më e qiltër. Organizo që t'i kesh të qarta një lloj sigurie se ku do vesh sot, nesër, çfarë do bësh pas nesër, në një farë mënyrë për të anashkaluar këtë ndjesi, këtë mbyllje, këto emocionet që ju kanë kapluar, çfarëdo lloj gjë që keni përjetuar. Pra, ajo çfarë është një lexim goxha i fuqishëm që të thotë nuk ke nevojë të bësh gjithçka tani, sikur këmbeduar tani për t'i bërë të gjitha, për të anashkaluar këtë dhimbje, për të kaluar unë jam e fortë, të gjitha janë aty. Çdo gjë do vi me qëllimin e vet, me mësimin e vet dhe në kohën e duhur. Duhet të bësh gjën e duhur. Cila është gjëja e duhur? Ajo çfarë ndjen. Të flasim hapur për gjërat, të përpunojmë gjërat që kemi kaluar, të mos i kapërcejmë, si çdo gjë është në rregull, të shtypim ndjenjat, le t'i lejojmë të jenë aty të pranishme, duke ecur njëkohësisht para.
Do thot, gjën e duhur, ajo fillon me një vendim të vogël, të sinqert dhe të qartë. Çfarëdo që është duke ndodhur në jetën e juaj të dashur Britjapër, është, ta them, një lexim apo një reflektim të thellë pas një plagë emocionale, është një thirrje për të gjetur stabilitetin e brendshëm përmes vetdijes dhe ndjeshmërisë, pa lejuar që e kaluar të kontrollojë të tashmen. Tregon qartë rrugën nga lëndimi në përpunim dhe me pas vetë besim i rinisur apo i ringjallur, i rindërtuar nga ju të dashur Britjapër. Faleminderit që ishit këtu me mua. Nëse keni marrë nga ky lexim diçka, apo nëse ju dha diçka sot, eja edhe herën tjetër. Qofshi bekuar.